Kështu që interpretimet jo që janë problematike, interpretimet, por nuk përputhen me Kuranin. Për shembull, në Ehli Bejt kërkun nuk e pranojnë që gruaja është e krijuar prej brinjes së Ademit. Pra, sepse në Kuran brinjes i thënë brinjes, pra, i thënë birrë. Në Kuran nuk përmendet që gruaja është krijuar prej brinjes së Ademit. Mirë po, në hadithe të sunnive, në Buhari, në Muslim përmendet gruaja është e krijuar prej brinjes së Ademit, edhe nëse mundohesh ta drejton, ajo ka me u thy. Do me thënë qaq në nivel t'ullt e kanë paraqit femrën. A në realitet, në Bibël, tash unë e kam lexu, apo sipas në Biblat, në disa Bibla, në një Bibël nuk shumë, për në disa Bibla shkruan se gruaja është e krijuar nga brinja e Ademit. Se si që dini pra, Havën shumë e kanë akuzuar pse ajo kinse paska nxit Adamin për me hëngër atë pemën e ndaluar. Dhe figura e Havës në Bibël shumë duket e poshtruar, ndërsa figura e Havës në Kuran asnjëherë nuk është fyer direkt, por Zoti të dyve ju ka drejtu edhe Ademit edhe Havës, i ka thënë udkhul, hupni, dilni, shporuni nga këtu. Pra, Zoti me hidhrimin e tij i ka largu pra nga i vendi nga i ka kriju. Prandaj, Israelatet janë fut shumë, Israelatet do me thonë, rrëfimet e marra nga Ehli Kitabi, pra nga jevrejt edhe të krishtert e mëparshëm, të cilët nga Bibla e tyre e kanë marrë që gruaja që ka krijuar nga birri, nga brinja, pra brinja e gjoksit. Mirë po, gjerisa ky hadith të sunitët e Buhariu ekziston edhe të Muslimi, gjerisa ky hadith nuk përshtatet me verset kuranor, te Ehli Bejti këtë nuk e marrin për të vërtet këtë hadith. Pra, në Kafi nuk e pranojnë, sa e di unë, nuk e pranojnë si hadith i vërtet. Nuk ekziston, po e ka kriju nga burri i saj, pra nga e njëjta nefs, nufus, nga e njëjta qenje, pra qenësia. Pra, në çfarë materiali është kriju Ademi, të njëjtën mënyrë është kriju edhe Hava.